Këto janë 3 shenjat që tregojnë se keni mungesë të vitaminës D dhe tregoni vëmendje sa jeni në kohë. Vitamina D është një nga vitaminat e tretshme që ndihmon shumë në sistemin e trupit tonë dhe sigurisht në furnizimin e tij me kalcium për të pasur kocka të forta deri te sistemi i fortë imunitar. Ne normalisht e marrim këtë vitaminë nga ushqimi, suplementet dhe rrezet e diellit, por kur diçka shkon keq dhe ne përballemi me mungesën e vitaminës D, sistemi jon imunitar mund të dëmtohet dhe shenjat e para që tregojnë se keni mungesë të kësaj vitamine janë këto. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim shenjat që jep trupi juaj kur keni mungesë të vitaminës D. Djersitja e kokës. Ka një sër simptomash që mund të tregojnë se mund të keni nivele të ulta të vitaminës D. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Literatura shkencore përshkruan djersitjen e tepërt te të soparlindurit si një nga shenjat e hershme të mungesës së kësaj vitamine. Nga një simptom më pak e dukshme mungesës së vitaminës D te të rriturit është djersitja e tepërt e kokës, në krahasim me pjesë të tjera të trupit. Nëse koka juaj djersitet shumë, kjo mund të lidhet gjithashtu edhe me mungesën e vitaminës D në trupin tuaj, dhe duhet të konsultoheni me mjekun për të evituar kështu edhe shkaqjet e mundshme të rëndesës së situatave tuaja shëndetësore. Dhimbja e kockave mund të lidhet drejt për së drejti me këtë mungesë. Mungesa e vitaminës D mund të çojë në dëmtim të aftësive të trupit për të futur kalciumin në indet e kockave, të cilat mund të çojnë në osteomalacia ose dobësim të eshtrave. Një mangësi e vitaminës D mund të shoqërohet me dhimbje të ndryshme muskuloskeletore, në veçanti me dhimbje të kockave tibiale dhe butesit. Rekomandohet të siguroheni të merrni përdit sasinë e nevojshme të vitaminës D për të shmangur dhimbjet e kockave, frakturat e kockave dhe sëmundjet e lidhura si osteoporoza. Nëse doni të merrni suplemente, mos i merrni pa mbikëqyrjen e një mjeku. Dhimbjet muskulare gjithashtu mund të lidhen si pasojë e mungesës së kësaj vitamine. Vitamina D prek jo vetëm kockat tona, por edhe muskujt tanë. Mungesa e kësaj vitamine mund të shkaktojë dhimbje të forta muskulare, dobësi, masa të zvogëluara të muskujve dhe dëmtime të muskujve pas një aktiviteti të fortë fizik. Nivelet e ulta të vitaminës D gjithashtu mund të shkaktojnë dhimbje kronike të përhapura në trup, që janë një nga simptomat kryesore të fibromialgjisë. Sistemi i dobët imunitar mund të lidhet gjithashtu me mungesën e kësaj vitamine. Vitamina D luan një rol të madh në mbështetjen e sistemit imunitar. Pa dieni, mjekët filluan të përdorin këtë vitaminë për të trajtuar infeksionet shumë kohë më parë, para se të zbuloheshin antibiotikët. Personat për shembull u dërguan edhe me përdorimin e kësaj vitamine dhe patën një përmirësim të shëndetit. Lodhja dhe dobësia e tepërt ditore mund të lidhet me mungesën e kësaj vitamine. Shpesh tentojmë t'ia turbojmë lodhjen dhe mërzinë shumë mënyra të jetesës të zëna ose mungesës së gjumit. Megjithatë, rezulton se mungesa e vitaminës D në trup mund të përfshihet gjithashtu. Një studim që vërejti efektin e plotësimit të vitaminës D te personat me lodhje tregoi një reduktim të ndjeshëm të simptomave të lodhjes pas normalizimit të niveleve të vitaminës D. Shërimi ngadaltë i plagëve. Një studim ka treguar se trajtimi 12 javor i plotësimit me vitaminën D rezultoi në një reduktim të ndjeshëm të plagëve në mesin e personave me ulçra në këmbë dhe personave diabetik. Shkencëtarët besojnë se vitamina D ka efekte pozitive në stabilitetin e niveleve të glukozës në gjak edhe kolesterolit të personat nën ulëntim. Nëse plagët tuaja shërohen më ngadalë, kushtojeni vëmendje niveleve të kësaj vitamine dhe konsultohuni me mjekun tuaj për të marrë edhe nivelet e duhura sipas nevojës suaj. Humbja e shpeshtë e flokëve. Ka shumë faktorë që mund të shkaktojnë humbjen e flokut, dhe mungesa vitaminës D është një prej tyre. Mungesa e kësaj vitamine mund të çojë në procese të dëmtuara të ciklit të rritjes së flokut, hollimit të tyre ose edhe rënien e tyre. Vitamina D mund të jetë pjesë integrale në procesin e rritjes së flokut në pikën e lindjes së flokut dhe mund të përdoret si një shtojtëse që synon trajtimin e humbjes së flokut.
Ankthi i lartë dhe depresioni i tepërt mund të jenë për shkak të mungesës së kësaj vitamine. Vitamina D është një vitaminë unike që ndikon shumë në pjesë të trupit, duke përfshirë këtu edhe shëndetin e trurit. Pas vitaminave që merren përmes ushqimit ose sintetizimit në lëkurën tonë, ajo liron neurotransmetuesit dopamina dhe serotonina, të cilat do të ndikojnë ndjeshëm në funksionet tuaja të trurit, çka është shumë e rëndësishme gjithashtu edhe për aktivitetet tuaja ditore. Sipas shkencëtarëve, mungesa e vitaminës D mund të çojë në ankth, në depresion, madje mund të lidhet edhe me sëmundjet mendore duke përfshirë këtu skizofrenin. Sipas shkencëtarëve, është e rëndësishme të tregoheni të vëmendshëm ndaj ndryshimeve që trupi juaj është duke shfaqur. Nëse keni ndonjë nga këto shenja, mungesa e vitaminës D mund të jetë arsyeja. Planifikoni një vizitë tek mjeku juaj i cili do të vlerësojë nëse nivelet e kësaj vitamine në trup janë të duhura ose duhet të merrni një regjim të duhur ushqimor ose edhe suplemente nëse gjendja juaj është kritike. Vitamina D është shumë e rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore, ndaj çdo shenjë e mundshme e saj nuk duhet të neglizhohet. Vitamina D është e nevojshme për trupin e njeriut sepse ruan shëndetin e kockave, shëndetin mendor dhe ndihmon me gjumin. Kjo është një arsye pse mungesa e saj mund të çojë në pasoja të rënda. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit në SBA, 1 në 4 të rritur ka nivele të ulta të vitaminës D. Mindy Lacy thotë se duhet të kërkoni analizat e duhura të kësaj vitamine, sidomos persona që kanë lodhje dhe ata që kanë probleme me kockat nuk duhet të neglizhojnë edhe luhatit e saj. Mungesa e vitaminës D është bërë me zakonshme vitet e fundit, citon Nebraska Medicine. Ajo shprehet se me shumë persona nuk shfaqen simptoma, por nëse ndjeni të lodhur, keni dhimbje të kockave ose keni luhatje të disponimit, këto janë shenjat që trupi juaj është duke treguar se nivelet e kësaj vitamine janë të ulta. Shumica e personave me mungesë të vitaminës D janë pa simptoma. Megjithatë, nëse jeni të raskapitur, keni dhimbje të kockave, keni dobësi muskulare dhe ndryshime të disponimit, kjo është një tregues se diçka mund të jetë jo normale në trupin tuaj, shprehet Dr. Lacy. Megjithatë, këto nuk janë simptomat e vetme që tregojnë mungesën e kësaj vitamine. Njerëzit të cilët kanë nivele të ulta të vitaminës D mund të përjetojnë simptoma të depresionit dhe rënies së flokut ose të oreksit. Gjithashtu, ata sëmuren më lehtë, përballen më shpesh me dhimbje muskulare dhe kanë lëkurë të zbehtë. Nëse keni ndonjërin nga këto simptoma, do të ishte më mirë të konsultoheni me një mjek, i cili do të analizojë gamën e vitaminës D në trupin tuaj. Nëse konstatohet se keni nivele shumë të ulta të vitaminës D, do ju duhet të përdorni suplemente, por përveç këtyre këshillohet të kaloni më shumë kohë jashtë dhe të konsumoni ushqime që janë burime të vitaminës D. Kjo sigurisht përfshin lloje të peshkut siç është për shembull salmoni, trofta, skumbri, por edhe të verdhat e vezës dhe mishi i viçit dhe mishi i peshkut mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Simptomat dhe shenjat e mungesës së vitaminës D në trupin tuaj mund të përfshijnë lodhje, gjumë jo të mirë, dhimbje të kockave, depresion, ndjenja të trishtimit, rënje e theksuar e flokëve, dobësi muskulare, humbje oreksit, sëmurje e lehtë, lëkurë zbehtë. Nëse ndonjë nga këto simptoma ju duket të njohur, bëni një kontroll mjekësor. Ato mund të bëjnë një test të gjakut për të kontrolluar nivelet e vitaminës D, nëse jeni brenda kufive normal ose nëse është shumë e ulët. Por cilat janë ushqimet të cilat duhet i përfshini në dietën tuaj në rast se keni mungesë të kësaj vitamine? Peshku është burimi më i mirë i vitaminës D. Peshku yndyror, peshku i konservuar, të verdhat e vezëve, mëlçia e viçit, mëlçia e peshkut janë zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të bëni në dietën tuaj për të marrë nivelet e duhura të kësaj vitamine. Gjithashtu, kontrolloni edhe drithrat e mëngjesit, qumshtin e bajameve, qumshti i sojës, lëngun e portokallit dhe bollgurit për të marrë nivelet e duhura të kësaj vitamine në trupin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.